kemi mbi 2 muaj që presim që në atë vend ku jeni ullë ju të shohim të ullur kryetarin e kuvendit dhe jo ushtarin e partisë. E them me keqardhje këtë, sepse nga seanca në seancë ju po demonstroni që vetëm kryetar kuvendi nuk jeni thjesht një ushtar besnik i partisë dhe ajo që është më rënda, jo thjesht i partisë, por ushtar besnik i skuadrës së pushkatimit që Narkosi që është pak para jush aty, ka caktuar ndaj opozitës, i pushkatimit politik. Po. Pse? Zoti Noka, me ligjin 64 rregullores, marrëmasën disiplinore tërheqje vëmendje. Ju ne mos përdorni seancën e kaluar, zotëri kodit të sjelljes të deputetit. Kaluar. Ju përjashtuat kreun e opozitës për një deklarat që u mbajt jashtë kësaj salle dhe që nuk kishte asnjë kontekst fyes apo ofendues për askëm. Ishte një deklarat e cila citonte mot a mo thënien e një ambasadori në një emision. Por ju të ushqyer me urrëtie ndaj opozitës dhe kryesisht ndaj kreut saj, e keni të pamundur që të pranoni të vërtetën. E gjitha ajo që bët ndaj Sali Berishës është urrëtie ndaj së vërtetës. Dhe gjithashtu si që mësuar të lëvizim me makinacione, e gjitha ishte një makinacion për të mbuluar zhurmën që po bëjnë në opinionin publik për të famshmin ligjin tuaj të barazis gjinore ku mashkullit para dite i thonin mashkull dhe mas dita do t'i thonin femër, ku familja shkatrohet dhe rënohet, ku transvestiti do konsiderohet njeriu dinjitoz ish saj shoqërie, ku transseksuali do të favorizohet dhe ai që do të qëndrojë siç e ka bërë Zoti do të diskriminohet me ligjin tuaj, ku ju me atë ligj vendosët të shkatroni përfundimisht familjen shqiptare, pasi ish populluat, pasi i varfruat, pasi e inkriminuat të shoqëri, tani ju erdhi momenti të jepni goditjen e fundit shkatrimit të familjes me qëllim për të shkatroni këtë shoqëri. Dhe një shoqëri që i ka mbjetuar luftrave, po shkatrohet me vendime dhe me ligje politike. Ndaj, zotri, ose bëhu kryetar, ose mos e lejo veten të keq përdoresh, se do ikësh me turp, siç kanë ikur disa nga të keq përdorit këtu. I shikon ti këtu? Janë ulur. Shumë faleminderit për këshillën. Fjalën e ka zoti Sheaj, ju lutem për procedurë. Zoti kryetar, para 1 muaj kam kërkuar një interpelancë me zëvendës kryeministrin Balluku, në atë kohë nuk ishte pandehur, sot është e pandehur. Dhe kjo e bën akoma më të rëndësishme interpelancën, zoti kryetar. Rregulloria thot qartas. Brenda 3 javësh nga dorëzimi i kërkesës, ju duhet të caktoni një ditë për interpelancën. Kam kërkuar një interpelancë edhe me kryeministrin dhe kjo interpelancë më është mohuar. Tani, ky është një moment historik, zoti kryetar, pavarësisht se çfarë bëjmë ne këtu në këtë parlament dhe injorojmë këtë moment. Për herë të parë në Shqipëri, në 35 vjet, të pushtetshmit po dalin para drejtësisë. Për ditë. Është herë e parë në historinë e Shqipërisë, po besoj edhe në historinë e Europës, që 2 zëvendës kryeministra njëri pas tjetrit. Ametaj është në Arati në Zvicër dhe i akuzuar për korrupsion, Belinda Balluku është e pandehur për një tender prej mbi 100 milionë euro. I kemi parë të gjithë përgjimet, i kemi dëgjuar palloshi gjatë, prit të marë pak leje. Zoti Sheaj, kjo nuk ka lidhje me procedurën. Po ka lidhje me procedurën se kam kërkuar është diskutim politik, nuk është procedurë. Mbaroni për procedurën. Po, faleminderit. Ka të bëjë me procedurën sepse kam mëshmohuar e drejta për interpelancë, zoti kryetar. Parlamenti ka 2 funksione kryesisht. I pari është të votoj ligje dhe i dyti është i kërkojë llogari qeverisë se si harxhohen paratë e qytetarëve shqiptar. Këtë bën parlamenti, zoti kryetar, dhe ju nuk mund të na mohoni këtë të drejtë.
Dhe kjo është e drejta që unë kërkoj. Të drejtën për të patur një interpelancë me zonjën ministre të pandehur nga SPAK-u, brenda afateve të përcaktuar nga rregulloria e këtij kuvendi. Faleminderit zoti kryetar. E kam sqaruar herën e kaluar që nuk ka një mojim të interpelancës tuaj, ka vetëm një planifikim, natyrisht në përputhje edhe me agjendën e parlamentit edhe të zëvendës kryeministres padyshim. Kështu që mos bëni temë aty ku nuk ka temë. Ja u kam sqaruar në seancë herën e kaluar. Nëse do ishte mohuar interpelanca, do kishte marrë një përgjigje negative dhe do ishte diskutuar dhe në seancë. Zoti Kapri. Faleminderit. Në fakt, zoti kryetar,